إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vëllazën shumë të nderuam edhe të respektuam, të gjitha falenderimet i takojnë Allahut. Allahut ton I cili na ka ruajt kur ka qenë ky popull në vështirësi të mëdha, kur pleqët e pleqëve ton pa shkollë e mbrojtën shqiptarin e kauzën e identitetit ton fetaro kombëtar, fe e adhë, pa asnjë ditë shkolle, por e kam pas shkollën e mençurisë që kanë mësu në Universitetin e Udës. E kanë kryu atë shkollë me peripekri, besa bes, dashuri e respekt e rahmet e plot bereqet, hajde me bismillah se kemi nis udhën me shku drejt në xhennet. Kjo ka qenë adresa e këtyre burrave, këtyre pleqëve, të atyre lokeve. Edhe kam meditu vllazën për diçka që du para juve me prezentu. Sepse ky popull shumë ka vujt. Edhe sa herë na vjen prilli, na si popull shqiptar emocionohemi këto treva. Sepse prilli I ka dy ngjarje që me zveti I ka 60 vjet. Po janë të njëjta në karakteristik e në veçori. Nuk mundu me ecë për para pa kujtu të kalumen. Nuk mundën mu bashku shqiptarët pa morë mësim prej të kalumës. E për këtë arsyën e du juve me ju motivu që I për këtë vend ma shumë e punu, për kauzën tonë me u bashku, se e kena obligim Rabbul Aleminit I cili na ka ndihmu e pleqëve ton, vllazën të dashur, shumë kanë punu që Allahu me na nimu. Allah I kënaqë të varrët e tyne me flladën e xhennetit Firdaus ya Rabbul Alamin. Sot 80 vjet ka ndodhur masakra e Tivarit. Janë vrarë përmi 4.000 shqiptar vllazën ton, pleqët ton, që ne I ka prem bes komunisti, ateisti, e shkau vetë se unë konë shqiptar, vetë se unë konë me plisat bardhë, vetë se unë konë besimtar që kanë hangër bukën me bismillah dhe kanë thonë alhamdulillah. 2 javë dit ka fillu me 24 mars të vitit 1945 e ka përfundu në ka gjysa e prillit në 3 divizione I kanë myt, një pjesë e madhe rrugës I kanë varru e për shkak mungesës medikamenteve, për shkak keq ushqyerjes, për shkak torturave që njerëzore që babgjysha tonë kanë përjetu, anatash du të me harrua? Prandaj që harën dro Zoti e vron. E masi në shkolla nuk mësohet, duhet me mësu njerëzve në xhamia. Duhet me kujtu popullit shqiptar. Se kjo është histori e vërtet. Që na sot jemi të lirë, është do zhvaden më ti me do. Që me në ardhu I neve, e jo me qunë mullit shkaut. Kjo është realitet, o që molt. Kjo është e vërtet. Sot 26 vjet Kosova u kone boshatis në vllazën.
Jena kont mjekun 1 milion shqiptar deportum në Shqipërinë, Maqedoninë, 4 rond botës. Sot 26 vjet është vrau komandanti i UÇK-s në betejën e Kosharës, Agim Ramadani, rahmet shpirti i past. Sot 26 vjet historia është përsërit që ka ndodhur për asoj dite edhe 60 vjet përpara. E për mos më na përsërit neve, e mos më u përsërit fëmijëve ton. Kësil ta fëmijë Allahu na i ka fal. E jena shumë mirë njësë Allahot. Por fëmija jonë nuk rritën në uda. Fëmija jonë nuk rritën në frymën e trimnis. Nuk rritën frymën e tërbijes edhe të edukatës, e të krenaris, e të guximit. Fëmija jonë rritën në një frymë tjetër vllazën. Prandaj nëse nuk ndikojmë në atë ta që mja u ditë edhe me ja usharu, edhe me i bind ta e vlat tonë, që duhet për shqiptari me jetu dhe duhet me vdek nëse është nevoja, ne si popull jena të shku kadale me u asimilu. Se nuk ndodh asimilimi ta prap, po asimilimi ndodh kadaldale. E kështu në vllazë që ka përdojmë ju kalëzu diçka që lidhet me këto. Ku ka egzistu urtësia që pleqëve tonë e kanë mbjell farën e trimnis edhe të burnis, ka qenë të edukimi i grove tyne, i lukeve tuna. Tash me hadith ta dëshmaj. Këshure sa bukur ka ndodhë këtë trekansh, veç ngo me vëmendje. E këtë këto e ilustroj me një shambull që ka ndodhë Imam Albanit, një djetar të madh që ka pas bota islame hadithit në veçanti. Sa bukur e ka sqaru. Tu mojt hua gjatë ders në xhami me nxënësat edhe studentat e talebet e ti, po hyn një gru në xhami, një motër besimtare muslimane. Pe pyet hoxhën. Thot hoxh, po vjen keq që po ta ndërprej dersin. Ama e kam një hall të madh. A ka mundësi me ta po pyetje para krejt në zoncave tu? Hoxha thot po, e mshel musafin, urna motër. Urna i bi, sa e konë moshë shtyme. 85 vjetë kanë rujet, rahmetullah alehi. Edhe vllazën, shiko çfarë pyetje e ka po. Ka thonë, para se mu martu une, ka thonë, krejt vaktet i kom falë në vaktin e vetë. Kom gjinu të hanë e tajte. E kum një erën e imanit. Vllaznina, i nuk e kena harru e herën e imanit. S'ka lezet imani në shpirtin tënë, vllazën. E morë me qelë mushafin, nuk ka knatësi që e kena lexu për para. More fëmiju më konë kërë në ardhë në xhami, vllazni, po era të xhamis e imanit ka ardhë 100 metra larg xhamis. Tash him në xhami, dalëm, thuti, absolutisht nuk ka kur far interesimi, krejti kena met në Facebook, që shme apo like atje. Na me trupina këtu, po ku i kena met? Hajde të bomit sinqert na, ku i kena met që tash? Kjo është realitet, nuk jam të engjit, kjo është e vërtet. Thot, e nuk e kam atë lezetin e shpirtit që kum pas. Ta në të mirat e Allahit, thot, i kam, të burrit, të fëmija, krejt. Ama imani nuk e ka atë kënaqësi që ka pas shpirtin tem. A e din çka i ka pyet imami? Ngoni me vëmendje se dietarët vllazën lexojnë rreshta. Çfarë pyetje e ka bo? E që të përgjigjen e hoxhës që e ka dhonë kësoj, që aty i shkon në marifeti, aty në burrave të mëdhej vllazën, aty në burrave si Ahmet Delia, e tani si Azem Bejta, e tani vllazën si Kadri Bistrica, e tani vllazën si Ahmet Selaci, e si burrat mëdhej Këshin Kovačica, Mehmet Gradica, Shaban Pollusha, Dejta Demjashori, se urtësia vllazën i shkon të lëket e tyne. E këto për të mi kalëzu shqiptaris, se pse kanë qëllimin këta me nejtë degeneru gratë, e qika tëna, në emën të emancipimit.
Kjo është shkolla degenerimit, që si shkam për shtatin shqiptarisë. Këto do të më folë na. Kjo është realitet, se prej kësoj gjeneratet bekume kanë dalë herojt e popullit shqiptar që e kanë bërë tima Serboslavisë. Kjo është e vërtet. Sepse në rritë nën thirrjet edhe lutjet edhe këngët kreshnike. E sot, që është rritën fëmija junë? Rritën me cërtani film. Rritën me filme vizatimor. Ka me na dalë burrat më dhej tani, edhe gra të më dhoja kuptimin tipik shqiptarisë që meriton këj popullit. Se cili populli ka ngjërimet e veta. Shikoj imami që ka thonë. Thëtë motër, ose i bi, se këtë 80 vjetë, a i ka pos 20 vjetë, o i bi, a më kalëzëm drejt. Qysh i ki, thëtë raportet me burrën tënë? A ka fjolla e ti pesh në sytë tu? Aja nisë, edhe munduhet me përqesh imamin. Thëtë unë të vetas, po kam lezet në Kur'an, e s'peni aromen e imanit në namaz, ti po më pytë mu që kam raportet me burrën tem. Thot nuk po të pytë unë e badihovo, oj bia jam, oj qika jam, po të pytë se pejgamberi a.s. në kam su, go përgjigjen, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, një grua muslimane e cila nuk e respekton burrin e vet ODZ, kur erën e imanit s'ko me ni. Kur? Thot që të i thot e në fajet, se i Kur'an është i njejt, Ramazan është i njejt, ngjinimi është i njejt, namaz është i njejt, po probleme është se grus mi u bo kabul imani, duhet me morë imzan, po flasë në jargonin popullor që kanë folli mërë për Izreni, ata burrat e mëdhej, para 147 vjetë. Duhet me morë imzon, qa duhet me thonë? Duhet me morë rizon, duhet me morë knatsin e burrit saj. E tashun e kum kuptu, ku ka konë kjo urtësia që shqiptaria i ka pos këta dhe këtu heroj, këta heroj dhe këtu heroina. Pse? I tot është bindje, respekt. Sot stërni pat e stërmbesat mundë me pos shkolla ma shumë. Amo edukimin edhe burnin, se burnia nuk lidhet me gjini, është prej i totit, për respektit, për disiplinës. E lësë Zotin e madhë prej këti vendit bekum, që bia tona nesër do të bëhen nuset e vlatëve tonë, e bia tona edhe bitet tonë do të bëhen burrat vërtet, e baballarët vërtet, e mos e lasht shqiptarin kur pa asi vëllezër e motra, të cilët dhe të cilat do ta ngritin lartë e ma lartë i tiparin e këso shëshnije, që të ketë pozit në një shoqëni. Na jemi të jetu në një kohë ku vlerat janë ramje, ato nuk bin, kejtë bota mu që me luftu, ato nuk bin, por për me kuptu ku kam rri njerëzime, mi afton historia Gazës, mi u kalzu se ku kam rri njerëzime. Hisë ka nevojtu ma, asme u deklaru e je musliman, as je musliman, veç a je njeri, ku kam rri, deri qëfar nivele kam rri. E Zoti nuk lejon me këmsin e ti në tokë mi adhon njerëzve që ma shumë i përngjojnë shtozve në veprat tyne, se sa kujna, se sa vetë njerëzve. Baci me të rahmeti po shpirti, shpesh ma ka thonë një fjallë. E Allahu në gjennet në takoft, dhe ke sa ma shumë po rri me njerëz, po mbohën ma të afërt kafsht. Me cilët njerëz? Ata të cilët veprat i kanë si kafsht. Nuk bën kafsha që a bën njerisët. Ja, kjo është e vërtet, nuk bën. Edhe të tjerë që si janë hiç musliman, kjo që ka po ndodh, kjo është dëshmi vëllazën, që veç Zoti inshallah na ka ndorë. E na arun Allahu Dhul Gjelal. Prandaj veç pak hizmet. Përpara është do shumë e pos hizmet për me mri diçka.
tash Zoti ka ndru, po lyp veç pak hizmet. O, veç pak. O, bre, veç pak. Mos u kurit për pak. Amonit kurt mos u kurit për pak. Zoti i rujt. Allahu na bashkoft. Allahu na letësoft. Qofshit bekun. Allahu ata shahida që ja banën tima Serboslavi së dhe 26 vjetë në betejën e Kosharës. Allahu në gjennetul firdaus i knast. O Allah që e një selam aty në shpirtave të aty në burëve. O Allah këzaj. O Allah këzaj. O Allah. Kur ja Rabbi qiz me aflisht e shtërbis mos e prekt atë dhe unë të një ja Rabbi l'alemin derin kiamet. Që dhe që do disa tutën me po. Pa ta jenë tutësha. Ata s'kan pik shqiptarije në gjakun e tyne. Po kjo vlozën kom e mbet dem babadem derin kiamet. Sepse tudzi se ko as dynjon e as ahiretin. As në gjennet zoti se len tudzin. Nuk e len, me katarit i thot bërëm, po e qo trim, thot kom gabu zoti jem, po e pranan, kom gabu, ama tudzi, i cili së konë për venin e vet, për atë dhën e vet, për fejnë e vet, për identitetin e vet, a i s'ko që halyp në gjennet, E inshallah zoti na bashka me burra këtë dynja edhe në ahiret. Aja ka mundësi me ndodhë që Allahu të narun vet. Me kaq me përfundoj, se edhe vet me shëndet nuk jam mirë, por këtë e ndata historike që i kom përjetu vet. Nuk kom i me kalu pa i përmen. Se vje morë për i zotë ta. E më vje morë prej pejgamberit tam, a.s. E më vje morë prej e tukimit pleqëve ton. E njerëzve ton. E heroinave edhe herojve ton. Allah ishtë lirë vlazni ton që mbohën padrejtësisht në hak. Allahumma amin. Sepse ajo është kauza e venit ton, kauza e liris ton, kauza e të parëve të mëmëve ton. Allahu ka mundësi. Prandaj lot në Zotin burra mos mu të të ne. Bauni burra që kërples të juj, cilët asë një ditë shkollë se kam pas. Por e ka njoft qufarin sy, e ka njoft buk përmysin sy, e ka njoft munafikun sy, edhe tradhtarin, edhe mashtrusin dhe manipulusin, sepse kanë qenë të vërtet. E shqiptaria sot lëngon për burra, cilët nuk ka sot burra të vërtet. E inshallah na ruan Allahu, edhe na mbrojnë që ta lartësojmë këtë vend, ta ndërtojmë me halal këtë vend, edhe mënyrën më të mirë të mundshme t'ja bëjmë bëllëk qetnikëve Serboslav, të cilët u munun më në glapru, veç më shali sytë sot 26 vjetë ku je konë. Je konë në tehën e shpatës, je konë në tehën e automatikut, je konë jeta jote, je konë pikpytja do t'jetesh apo jo. Kjo është e vërtet, kjo është realitet. Zotin na mbroft. Unë e di se ka njerëz që nuk i pëlqejnë të fjali. Ja e di unë, po nësë flas për hatër tanë. Unë flas veç për hatër të Rabbul Aleminit, për hatër të Zotit tanë, për hatër të Allahut tanë, cili ma ka përgëdhel me rahmetin e vetë popullin tanë. Që na nuk kemi ditë, ku i kena njështë të nënën, babën, vëllohën, motrën, tjetëri grunë, fëmin, por ja kalon amanet Allahot. Atë amanet Allah ka morë përsi për vetë. Qofshit bekum, shumë faleminderit, respekt. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ببويمني دعاء për nipin tem, për Enes Tahirin, që ka pas një intervenim shumë të ranë dje, e ka pështu, Allah e ka pështu, ka që se bept, lëpna që i kena mjekt, të dukumet, në gradun,
e në mënyrën më të mirë profesionale, emocionale kanë trajtu. E vllazën zbashku me hoxhën Aslan, i cili ai Enesi është muezin në xhaminë e Haxhi Veselit. Na duhet pak më ngushtu, peqesën postocin, sepse operacioni ka kushtu këgja shtrejt, edhe ka ndodhë ad hoc, e shpejt, e nguqme. Në ashta dy kushtat për në lodhë, hoxha. Po është Zoti që të ka falë, që se njën vetën të sigurt, jo veç për këtë rast, po për se cilin rast. Kur atë sadak nuk e pranoj, kur me di që dikush e jep me gjysë zemre, kur halal si a bëj, po ka me dhonë për hatër të Zotit, se Zotit ka morë përsi për këtë punë. Neva vësh për në banë Allahu se beptar. E dojna me qitë postocin, xhamia jam dhe xhamia Haxhi Veselit. Mu ka koincidu me post nip, unë nuk e zgjidhin, as babën, as nomën, e as nipin, as djallin. Po ka koincidu, e meriton, e ka falë namazin e natës, e më ka zëvënsu shumë të ravi, e qatë operim, dojna me marë për sipër. Une, hoxha Aslan edhe hoxha Ekrem ka thonë privat, komet një mu. Gjithë shka transparensë, për që ata mu më zanë gjumi, ku t'jem, stacion trenit, stacion të autobusit, në aeroplan, me bovaki dhe në një më zanë gjumi, se kam problem, se jam transparent. E flasë, nuk kom sheft, transparent. Edhe me dosh me mojtë sheft zdi, Zëti inshallah kabull e ban, qofshit bekum. Zëti na knasht në gjennet. Kam me ju kalzu shumë. Vëllaj, 100 vjetë Zëti me fol ymer, drës kanë mu hargju, qa kam ju kalzu. Por, një sen e keni të garantume, vëllaj po, në gjennet kena mu taku, vëllaj po. Edhe vëllaj, kur të ullum koltuk të Allahu, e na mund të në Allahu mu taku me këta burra. Unë për i folje rinis, nuk e dini ju kush u konë. Kërja komandon të ju në legendarat e mjashore, o shfar burri madhë. Kur takohemi me këta burra, me Agim Ramadanin, e Zahir Pajazitin, me këta njerës të poqë, shpirtin e postër, kauzën e postër si lëti, vallaj, ka më naknos Zoti. Me njerës të vërtet, ka më naknos Allah. Me që to paramenda në obit e mi, pe marë guzimin me thomë obit e mi për këta cilët jenë lindë pas lufte, me pati qëfar krenarie, ka historia shqiptarisë. Jo këse historie që po mënën me na paracit, me mujta dhe vëth në veshja këshin gjitë dëshmurve. Vëlloh edhe vesh këta, vëth në veshja këshin gjitë. Veç me ndryshu strukturën e tyne. Pasha Allahin, qaq jenë të presht në zemër e në shpirt, që janë të furnizun për forcave të arta për me ndryshu identitetin të në këmtar. Pas ndryshohet kjo identitet, se kjo është i vullosën, kjo është i brumosën, kjo është vull, kër e kanë pytë të ndjerin Anton Qetën, pe ka zë që to se të keni një kur, në zonësat, e ku ke kry, tha shkollën të tha mësës, profesori unë, atë që ka thonoj? Ka thonë në kom kry në Padalisht, të Mujlushi, në Udë, ato e kom kry. E kjo shkolla e kësoj burnie, qatë shkollë për lypi. Jo tash na mi bojkotu shkollat, po shkollën e burnis mos me bojkotu. E kena lypë, ka thonë Zoti, qka kena na? Na shqiptar të lypëm, mi bashku të rojët. Pa ja ka ndodhë, asin i të po, a kena pas kryeministër në Macedoni shqiptar, a kena pas kryeministër në Malzi shqiptar, e në Kosovë shqiptar, në Shqipëni shqiptar, 4 kryeministra i kena pas shqiptar. A është e vërtet kja? Pa e vërtet është. E vërtet kja. Kuja ka dhonë? Na s'kena probleme të tjerë, na kena probleme vetë vetën tonë, se na munohemi mu qkri e mu bo dikush tjetër, po s'ki nevoj që ndra qaj që je, se kështu ki kimet. Shola nuk në lënë Zoti kur pa bereqet. Serë po duk 10 minuta me mojt, gjithë po del 20 minuta. Zoti e poftajrë. Falim dheri shumë. Wala të hinu, wala të hzenu, wa antumul a'laune, in kuntum mu'minin. Peluti Allahun për një luke cila ka pun të keq me shëndet. Allahu e shëroft, e shliroft, e ndihmoft. Kejt ata që ka nevoj. Kush do që është, e ditëm na se ditëm na, e din Allahu
Dhul Gjelal e Sheruft, ja Rabbel Alamin.